Përshëndetje të nderuar miq, në përfundim të procesit të votimit fillon pjesa më e vështirë. Numërimi, kontestimet, edhe ditët nuk dihet se kur do të përfundojë pavarësisht se kryetari i KQZ-s Ilir Cetibashi tha që e mërkura pas dite, pra brenda 48 orëve do dalin rezultati për zgjedhjet. Megjithatë, deri në kutinë e fundit kemi edhe shumë ditë përpara sipas gjitha gjasave. Për diskutuar atë që ndodhi sot, atë që pritet që të ndodh, do të flasim, pra kemi të ftuar avokatin e njohur Gylsen Zhdima, drejtuesi i fraksionit Reforma Reale. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Një ditë e ngarkuar, kishin disa incidente, por në gjykimin tuaj cenohet procesi në tërësi? Nuk besoj se procesi cenohet me këto incidente, po thjesht ky është treguesi i qartë që ne si shoqëri akoma nuk kemi kuptuar fjalin meritokraci, fjalin konkurrencë dhe procesi demokratik që janë zgjedhje të lira dhe të barabarta. Thjesht bëjmë një konflikt për të dukur të mirë te kryetari i partisë dhe te forcat që përfaqësojmë, por nuk japim atë që duhet, rëndësisë së duhur dhe respektin ndaj procesit demokratik që është për interes për çdo qytetar i cili është me parti apo është pa parti, po ai merr pjesë në procesin e votimeve. Kush ishte incidenti më i rëndë në gjykimin tuaj sot? Jo sot, ishte djeshëm që babai shtiu me armë, ndërkohë ishte punonjës policie për interesin e djalit që kishte kandidat për Partinë Socialiste. Po atë që ndodhi me Flamur Nokën në Vor, por edhe me Belin Doriçin në Tiranë? Ai ishte një tregues i qartë se si Partia Socialiste përdor njerëzit dhe përdor edhe disa individ të cilët punojnë në administratën publike dhe paguhen nga taksat tona, dhe tregues i qartë që si bëhet presioni në qendrën e votimit për qytetarët të cilët duan të marrin pjesë dhe njerëzit dalin jashtë dhe presin qytetarët duke i bërë sikur po qëndrojnë për punët e tyre, po ata qëndrojnë për interesin e partisë për të bërë presion ndaj votuesve. Gjithashtu duhet përmend faktin që Vision Plus për rastin e Vorës bërë diçka të bukur, që ishte ftesa që i bërën atit person që bëri konflikt me Taulant Ballën dhe i thanë hajde të votosh tani ti, ai tha nuk ka pse të votoj në prezencën tuaj, do votoj vetëm. Pra ishte një mashtrim, ai kishte votuar më përpara, po thjesht ai u kap mat nga mediat duke cituar që do të shkoj të votoj atëherë kur do të doj ai. Ky është treguesi i qartë që Partia Socialiste përdor pushtetin e vet në përdorim të shtetit për të marrë në mënyrë të padrejtë vota nga qytetarët dhe duke ushtruar presion. Këto ishin më të mira se zgjedhjet e 2021-shit? Asnjëherë në Shqipëri nuk ka pasur zgjedhje më të mira apo zgjedhje me standarde. Gjithmonë Shqipëria ka pasur zgjedhje të cilët janë kontestuar nga palët dhe përveç kësaj ka pas zgjedhje të cilët kur i kanë pranuar vetë Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, nuk ka sepse të kontestohen nga qytetarët të thjeshtë, sepse ne vetëm japim votën tonë dhe nuk është se kemi një zë tjetër përveç asaj që është vota. Deri tani nuk kemi parë kontestim të hapur nga zoti Berisha. Deklaroi që vullneti i sovranit është kuti. Në kuti është sepse vonon procesi i numërimit, por zoti Berisha dhe çdo kryetar partie nuk ka dalë ende të japë një deklaratë publike në kuptimin e pranimit apo jo të humbjes. Zoti Berisha thjesht bëri një falënderim dhe bëri edhe një koment për sa i përket procesit dhe u pyet nga gazetarët. Nuk mendoj se do të ishte komode për të dalë dhe të thotë që kena fituar, por ai duhet të thotë që procesi mbaroi, falenderojnë popullin dhe sovrani folin në kutit, do hapen kutit dhe kur të hapen kutit të numërohet vota, atëherë subjektet politike do dalin në një deklaratë dhe thënë jemi dakord për këtë rast apo jo, apo nuk pranojmë rezultatin sepse është një rezultat i cili është i manipulueshëm. Po fakti që KQZ shtiu për letë shpalljen e rezultatit për në bordën i sindjet, ka ndonjë? Jo, të jemi vërtet edhe në 2021 njësoj bëri, dhe në 2017 mos gaboj njësoj bëri, dhe në 2023 njësoj bëri, të nesme në shpallë rezultati. Në mos gaboj atyre? Jo, mos gaboj të nesme në është për shpallje rezultati. Unë nuk e kuptoj pse Partia